Kemë bo një vepër të madhe, energjetike, rajoni do të na trajton të ndryshë, se kur janë zërë, ishtë dashme në lypë energji, këtë situata jonë do të ishte tjetër, gjendja ekonomike, ndër shmimet që ishin rritë, kështu si janë rritë sot, si jo dini shkaktar kryesor për rritjen shmimet e energjisë. Edhe pse ka ndodhur këto luftra, janë rritë shmimet e derivate. Imagjino që ku ta kishe ti një produkt energjisë kaq lirë, pra energjinë elektrike. Jemi të mërzitur, ju bëj thirrje qytetarëve, ju lutem të shërbejmë vendit, duke marrë vendimin e prerë drejt. Nuk ka lidhje kush është, edhe mu, edhe tjetrin, edhe Shëçilin, nëse nuk ka vepru drejt në interes tonin, atëherë ti mos e falë. Sepse duke e falë një herë, 2 herë, 3 herë, pasojat për në thellohen, rreziqet për në rritën në vend. Zhvillimi ekonomik që e folëm energjinë e sigurinë janë para... E kemi fotografi. Ja, kjo është fotoja e nënshkrimit të marrëveshjes për një termocentral 450 megawatt, investim amerikan, 80 çmimi më i lartë i megavatit a ne blim mbi 1000 euro në kohën krizës, pra në kohën pikut ndihmer, dhe ka pas me na ble qymyrin, 1 ton qymyr 16 euro, na me bo pare për qymyrit, me këthy në buxhet. Fatkeqësisht këta e kanë dalë Kurti Pashares në pushtet, që është një tragedi, po thëmë beso tragedi, nëse nuk di që ka vdekje më të madhe për një popull që sa me të lonë pa energji, e jo vetëm kaq, me të lonë të mvarur në energjinë e armiqve tu. Kjo ideja se unë jam patriot, shqiqoni duhet mu matë në efekte, sepse plot njerëz mujnë me folë për patriotizëm, mujnë mu vesh me flamor, mujnë me ta, si me gjithkohën, rënoft kërnoftaj. Po zotni, si ka mundësin ato që është më ndihshme në jetë, për siguri, për zhvillim, për pavarësi politike, që është energjia, që dhe luftat botërore bëhen për energji, si ka mundësi ti veprove kundër vendit tënë, pra në energji ndale termocentralin kontratën ekzistuese për me ble rrym të armikut. Shtu duhet të parë këtë? Po kjo është arsyeja që... investimi amerikan në rrezik për të blerë të Serbia. Po kështu është. Jo kështu është. Kjo është realiteti. Kjo është e vërteta. Unë i pysh njerëz... Vetëm transportin po thonë po e bën kompania... Ja, ju lutem, unë i pysh qytetarët e Kosovës, votuesve të vendosjes. Unë nuk jam kundër Albinit, tani Albini, ose një Dejon, ose një dikur. Se unë dikur kam ditë me bo urën prej Skaj, një Skaj, një tjetër në Skaj, me punu me presidentin Rugova. Kam ditë me vorën me punu me presidentin, thash, do të kisha punu me Kurtin, sikur se ky të kthehe në drejtimin e interesit nacional. Edhe pse ju ka pasur rasti kur keni thënë... Do të kisha punu, jo me Kurtin, po me secilin që kthehet në drejtimin e interesit nacional. Po janë 3 situata që e kundërshtojnë këtë. Së pari është një lloj lasdrimi në marrëdhëniet me Amerikën dhe aleatet e sigurisë. Lasdrim me pasoja për Kosovën, sjellje kështu të interesave të ngushta, sa me bo foto në veri, ju dini në plagu ushtarët e NATO-s. Ata në plagu të mbrojt polis tonë, se kanë dalë para polisëve tonë në Zveçan. To sjellje na e dim sa e kanë kostën. Se na jetojmë këto marrëdhënie, e dim çka nën kupton kjo kur ti bën veprim të njëanshëm, ja rrezikon ushtarin atij për një situatë që ka pas zgjidhje dhe ka qenë proces zgjidhje shtetës përpara. Ata, aleatet tonë, shohin që ky ka vepruar kundër interesave energjetike të vendit vet, po dhe të aleatëve, se Amerika ka pas dëshirë me na pa një të fuqishëm në energji, që mos me na bot në varun të armisht e Amerikës, se ata janë edhe armisht e Amerikës, armisht tonë. Kurti ka vepruar kundër këtyre interesave energjetike, në favor të interesave energjetike të armishtëve tonë, edhe i pysh qytetarët e Kosovës, votuesve ndo, është në rregull na me dhënë 1 miliard, me ble rrym, pastaj me i pagu fakturat ka shtajt, e ma heret me nalë. Një termocentral tonin me 8 megavati, a ma mire konë Kurti, 2023, me shku me e inauguru termocentral me dhe, e me thonë jam superfuqi energetike, e unë jam patriote, unë edu Kosovën, e Kosova është e fuqishme, pa prekshme, si një kësin veri, apo me nala termocentral, me nala dhe ka shqilë që ma vonë, dhe na me pagu prej bugjetit, 1 miliard euro,